Përshëndetje. Mirë se ju gjej. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve në këtë të hënë. Dhe ne sigurisht do ta nisim mbarë sepse do të kemi pas pak në studio dy artiste të mirënjohura, të cilat vinë me një projekt mjaft të bukur për gjithë publikun shqiptar, për atë të Tiranës, të cilët do të kenë mundësinë ta ndjekin pikërisht shfaqjen e tyre që do të vendoset pas pak në skenë. Në fakt bëhet fjalë për një produksion shumë të veçantë, artistik, të titulluar Misa a Buenos Aires, dhe që ndryshe quhet Misa Tango ose Mesh Tango. Është e kompozitorit dhe dirigentit Martin Palmer dhe që vjen nën regjin dhe interpretimin, po për herë të parë në fakt nën regjin, do të na shpjegoj shumë më tepër pasi të jetë këtu në studio, pra nën regjin dhe interpretimin e mezzosoprano së mirënjohur Vikena Kamenica, së bashku me koreografin dhe sigurisht interpretimin e Enada Hoxhës, prima balerinës sonë të talentuar, të cilat vinë në këtë duo të mrekullueshme dhe shumë të veçantë në këtë shfaqje, e cila vjet për herë të parë në këtë natyrë dhe në mënyrën se si është konceptuar e gjitha. Është një vepër ku shohim një ndërthurje të muzikës kishtare katolike me ritmet e tangos argjentine. Kështu duhet jetë diçka vërtet shumë e veçantë. Për të mësuar më shumë, unë dua t'i pres në studio menjëherë këto dy artiste të talentuara. Presim me shumë kënaqësi mezzosopranon dhe regjizoren Vikena Kamenica dhe koreografen Enada Hoxha, balerina e mirënjohur. Mirë se erdhat, parë duoje. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Enada, mirë se erdhe Vikena. Është kënaqësi e madhe që ju kam të dyjave këtu në studio, sepse mbi të gjitha ne gjithmonë kemi folur për shfaqje mrekullueshme që keni vënë në skenë, por si këtë herë mua më duket diçka shumë e rrallë, diçka shumë unike që kam përshtypjen që vjet për herë të parë në skenë një projekt artistik i kësaj natyre. Kështu që përgëzime të dyjave dhe mezi po presim të na tregoni. Faleminderit. Ju ftoj të ulemi. Atëherë kjo është një shfaqje e cila këtë javë do të ketë mundësi të ndiqet nga publiku i kryeqytetit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, është të premten dhe të shtunën, apo jo? Të premten dhe të shtunën me datë 24-25 prill. Me 24 dhe 25 prill. Kështu që sot ju keni intervistën e parë dhe mua më vjen mirë që jemi të parë që po e ndajmë edhe këtë lajm të bukur për këtë shfaqje që ju keni përgatitur. Si lindi dhe Misa a Buenos Aires. Është në spanjisht, po. Është një mesh, është një mesh e mirëfillt në më sakt, sepse të bësh analizën e të gjithë veprës, është ajo e njëjta mesh që ka shkruar dhe Rossini, dhe Donizetti, dhe Mozarti, Bahu, normalisht të gjithë kompozitorët, dhe kjo është një mesh që tashmë e ka moshën vetëm 18 vjet, që është krijuar për herë të parë nga kompozitori Martin Palmer, një kompozitor Argentinas, dhe që vjen si premierë absolute në Teatrin e Operës. Unë për herë të parë premierën e kësaj vepre vetë kam realizuar në Francë në janar, në 24 dhe 25 janar, se kanë koinciduar edhe data fatcielëse. Data fatcielëse. Së bashku me një vepër tjetër, ka qenë një vepër që edhe aty ka qenë, do më thënë, e kombinuar patjetër me baletin, jo, vetëm muzikë. Kjo është një vepër që nuk ekziston faktikisht në krimtari me një koreografi të mirëfillt, por unë gjithmonë kam qenë e dashuruar për veprat koncertale, i kam pasdashur shumë veprat koncertale, dhe duke lexuar normalisht ato fjalë aq të ndjera dhe sidomos këto që janë që kanë atë bazën fetare, kanë atë bazën e Biblës në këtë rast, gjithmonë kam pasur atë dëshirën dhe në fantazin time, pare me dëshirën e një artisti, mendoja sa bukur që mund të realizohesh skenikisht diçka, dhe kur u njoha për herë të parë, na tregosh tani për detajet. Enada, ti aty interpreton apo është vetëm pjesa apo janë balerinë, si është kombinuar? Edhe interpretoj edhe koreografin. Edhe për mua është risi kjo, si një vepër unike. Më vjen mirë sepse me Vikenën kemi ndarë skenat shumë herët, dhe ftesa ishte, e mirë prita vërtet me kënaqësi për një vepër që është unike para, që kemi nevojë për vepra të reja, që neve nuk i kemi bërë, se i kemi bërë të gjitha veprat pothuajse në teatr së bashku. E bukura është dhe veçanta, por dhe përgjegjësi shumë e madhe, duke qenë se është një vepër që nuk është luajtur asnjëherë me balet, atëherë nuk është e thjeshtë sepse ti do të prezantosh veten. Shumë, është vërtet, ti nuk ke një model, nuk kam një model, ose ti referohesh, është gjithçka totalisht e re. Pikërisht, dhe për mua është sfida madhe kjo, dhe për të nderuar në këtë rast që jemi edhe mikesh apo dhe kolege,
por duke patur regjim për herë të parë dhe për mua koreografia në këtë rast për herë të parë. Më pëlqen sepse Vikena e donte, do të thënë, jo vetëm të kërceshe, të themi një duet apo me gjëra simbolike, por me një trup të konsiderueshme dhe jemi 10 balerinë, të cilët unë i përshëndes se kemi bërë një punë rekord. Fantastike. Dhe pa ata nuk do të kishte kuptim të themi e gjithë kjo shfaqje. Shiko, Enada, sepse unë dua që dhe ne të kemi mundësi të shohim diçka nga kjo shfaqje dhe paralelisht më pas ta kombinojmë edhe me gjithë informacionin që ju do të vazhdoni të ndani me ne. Ne kemi qenë me kamerën tonë aty dhe ju kemi ndjekur gjatë provave. Kështu që dua të sjellim pikërisht këto momente në insertin që kemi përgatitur, e ndjekim dhe më pas kthehemi sërish në bisedë. Një udhëtim shpirtëror që vjen përmes tingullit dhe lëvizjes. Misa a Buenos Aires, vepra mrekullueshme e kompozitorit dhe dirigjentit argjentinës Martin Palmieri, do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit si një produksion unik, i njohur ndryshe si Mesh Tango, ku ndërthuren muzike liturgjike katolike me ritmet pasionante dhe misterioze të tangos argjentinase. Një produksion i veçantë, i cili sjell për herë të parë si regjizore mezzosopranon Vikena Kamenica, ku gjithashtu vjen si interpretuese së bashku me trupën e baletit, në ritmet e tangos përmes koreografisë së koreografes Enada Hoxha dhe Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor, në dirigimin e Sergio Alapont, realizojnë një bashkëpunim të veçantë me Korin e Filharmonisë së Kosovës në drejtimin e Hajrullah Sylla. Me një histori suksesi në skena ndërkombëtare, kjo vepër vjen në Tiranë me një koncept regjizorial që synon të bashkojë tingullin dhe lëvizjen në një gjuhë të vetme artistike, duke i ofruar publikut një përvojë shpirtërore dhe estetike të rrallë. Misa a Buenos Aires do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në datat 24 dhe 25 prill, duke premtuar emocione të bukura dhe të forta. Ishin imazhet. Tani ne nuk zbuluam asnjë moment nga pjesa e muzikës interpretimit, sepse unë besoj që gjithë magjia dhe gjëja që ne se kemi dëgjuar ndonjëherë, besoj, vjen aty, kështu që ato le ta lëm surprizë në mbrëmjet e 24-25 prillit, apo jo? E vërtet. Në fakt kjo ishte një mua më duhet kam mirënjohje faktikisht për drejtorin e përgjithshëm të Teatrit Operës, që e mirëpriti dhe e përqafoi direkt iden që një vepër koncertale të vinte në një vepër të mirëfillt. Normalisht është shumë sfiduese si vepër. Ky është një fragment, ndërkohë që ju e keni fragmentuar diçka. Kemi bërë duke realizuar posterin e shfaqjes bashkë me Armand Salabandën, që e falenderojmë shumë fotografin Armand Salabanda, po. Dhe ka qenë ai momenti i parë. Normalisht nuk është kjo, sepse kemi lënë surprizë edhe kostumografinë e Ardi Aslanit, një mik i dashur që normalisht i është bashkuar krimtarisë të gjuhës, që ne kemi ndjekur në këtë lloj vepre. Ky interpretim ose kjo koreografi, se dhe ajo një mini koreografi është Enada. Ne këtu jemi përshtatur. Është bërë kas vetëm për posterin, për të shkrepur atë çastin. Po, për të thënë që është mesh, për të dhënë idenë e meshës, por të tërë, do të thënë, duke lidhur nga Misa Tango, ideja që mendojnë njerëzit do kërcehet tango. Ajo muzika është komplet e orkestruar në tango, mos gaboj sepse plus minus ka një normalisht forma klasike ka qëndron aty, sepse duke qenë një mesh është e vështirë të vësh tinguj shumë pasional. Neve e njohim tangon, e njohim atë karnalen, atë që është mish më mish, është çifti, mashkull, femër. Në këtë rast tangoja jo. Tangoja është tok qiell. Domethënë pasioni fort që ndronë në mes qiellit dhe tokës. Ka simbolika të vogla që ne i kemi ndërtuar brenda. Unë kam atë si fëmijën e parë, normalisht më duket vetja një nënë e re në të gjithën këtë. Për Nadën, normalisht është krimtarie disa për gjithë karierën e saj. Në këtë rast, gjua koreografike nuk është përshtatur në tango, absolutisht, sepse jemi përshtatur të themi të gjithë çfarë tregon vepra. Pra, është një mesh, kështu që pa dashur neve nuk mundet të vëmë lëvizjet e tangos, apo të bëhemi sensuale, apo dramatik si që ka tangoja, të themi karakterin e saj. Në këtë rast, unë kam përdorur një gjuhë neoklasike, dhe duke përdorur gjithmonë simbolikat për sa i përket, pra çfarë këndohet në mesh, pra gjithmonë lutje drejt Zotit, kështu që dhe lëvizjet e mia janë të përshtatura dhe forma që një grup i përgjigjet grupit tjetër, unë gjithmonë i kam siç këndohet në mesh apo në kish, që çdo gjë do të thënë drejt Zotit, çdo njëri këndon në kor, asnjëri nuk këndon veçmas, kështu që çdo gjë është e unifikuar. Pra më është dashur të studioj
pak më shumë veprën në këtë rast, që të mos bëjmë asnjë gabim, që të kalojmë pra në një tango si që mendojnë njerëzit, por do të kemi një surprizë në fund. Po, patjetër që ka një surprizë normalisht edhe ka një surprizë sepse kjo do ketë një histori shumë të veçantë dhe vazhdimësia. Domethënë, Misa Buenos Aires nuk është se do përfundoj këtu në këto 2 net. Misa Buenos Aires dhe më saktë gjithë ky si projekt do ketë një vazhdimsi. Dhe surpriza që do jetë në fund do jetë ajo që do tregoj veprën e ardhshme që do jetë e lidhur. Kjo vepër do ketë një lidhje në një flitet për 3 vepra bashkë. Që vepra e fundit do jetë një trilogji që vepra e fundit do tregoj veprën e ardhshme që do jetë në teatr, shumë interesante dhe si një edhe koncepti i trilogjisë është totalisht i ri tani. Që kjo është ajo vepra si ai ne shohim filma to be continued, po të shohësh në skenën e operës të teatrit operas, një to be continued është një formë totalisht e re dhe kjo është një normalisht që ishte një nga ëndrat që kam pasur gjithmonë, me thënë të drejtën, edhe e shifja nuk është një ide që është shpikur nga unë. Bota jashtë e jeton edhe jeton artistikisht në formën më fantastike. Kështu që ky është ai fillimi që ne i themi me Zotin para, zgjodhëm meshën të parën si vepër dhe normalisht do jetë një vepër e dytë dhe një vepër e tretë dhe mbas veprës së dytë do jetë vërtet surpriza që do tregoj çfarë do ndodhi në një vepër të tretë, kjo do jetë. Kështu që jemi akoma në këto bisedat në teatr, normalisht drejtorin duke pasur kompozitor në këtë rast që është shumë kreativ gjithashtu, i ka pëlqyer shumë ideja dhe ne jemi ka ajo pjesa që vërtet do mendojmë fort një vazhdimsi të bukur. Kur ishte ai momenti që ti ndoshta ishe në Francë kur u vure për herë të parë në kontakt me këtë vepër? Me veprën isha në Francë dhe ishte koncertale. Të lindi ideja që pse mos e sjellun sepse po vuaja në formë tjetër. Eksakt, po vuaja faktin që ulesha përsëri në Karige edhe prisja. Kori ka një peshë shumë të rëndësishme të se vepre. Dhe normalisht e mban fort, mban gjithë lirikën e mban fort, pa gjithë pasionin fort. Dhe normalisht që baleti i shkonte shumë në gjithë këtë gjuhë. Fatin e kemi dhe është një bashkëpunim i vendosur prekosh me teatrin e operës dhe baletit që tashmë është lidhur me vetë drejtorin në këto muajt e fundit dhe kjo është një vepër direkte si të thuash bashkëprodhim, mund t'a quash të tillë që do vi vetëm kori i Filharmonisë së Kosovës. Do të thotë që nuk do jetë trupa e korit të teatrit operës, është vetëm kori Filharmonisë së Kosovës, që do vinë nga Prishtina, do udhtojnë për këtë vepër. Formacioni orkestral është i teatrit operas, dhe trupa baletit është e teatrit operas. Në një farë mënyrë ky është një prodhim i pastër shqiptar dhe në krimtari dhe edhe në interpretim, normalisht kostumografia që vjen nga Ardi Aslani, kemi një ndihmë të jashtëzakonshëm nga Mant Peza, normalisht për të realizuar vërtet ato ngjyra, ato si të thuash rifinitura të skenografisë që nuk të kërkon një skenografi të mirëfillt, por pa diskutim që të kërkon një gjendje të fortë. Është një miku jon, se normalisht duke qenë që unë do interpretoj në skenë, është njëri shumë i dashur që është marrë gjithmonë me veprat edhe spektaklet tona përkohshëm, Klevis Aliaj që i kemi lënë në dorë, si të thuash atë koncepti skenik të gjithë veprës që do jetë ai në pult për të drejtuar gjithçka. Dhe vepra normalisht është në dirigjimin e Sergio Alapont, është tashmë një dirigjent guest rezident prej shumë kohë që po vjen në Shqipëri, një mik shumë i mirë, na ka dhënë shumë dashuri, një artist i jashtëzakonshëm, ai bën një karrierë të mrekullueshme, veprën sa e ka realizuar vetë. E gjitha vjen me një frym dhe energji shumë të mirë dhe po e jetojmë vërtet me shumë dashuri. E neta lidhje me koreografi se ato janë shumë të lidhura dhe duhet të flasin të njëjtën gjuhë dhe t'japin të njëjtin mesazh. Muzika dhe lëvizjet në të njëjtën kohë. Kështu që na thuaj diçka tjetër më shumë, sa mund të kuptojmë kështu duke përshkruar me fjalë. Koreografi që ke zgjedhur pak më parë, pra është, me thënë, gjithë puna ime ka qenë që të fokusohem për të shprehur gjithçka çfarë në këtë rast ka kërkuar Vikena si regjizore, çfarë vepra transmeton, pra unë duhet të jem jo unikal, po timi të bashkangjitur që të flasim një gjuhë sa po e thatë edhe ju. Kështu që unë me këtë gjë kam punuar me shumë simbolika të cilat i përshtaten të temi meshës, pra lutjeve,
Jam përshtatur të themi formës së muzikës, edhe pse ajo vërtet tingëllon tango, por brenda ka një mister, nëse do ta quaja. Është vërtet po dhe vetë tango, po vetë muzika, edhe pse është orkestruar është me thënë ka mister, ka madhështi. Pra të tëra këto element që më transmeton, qoftë regjia në këtë rast, qoftë muzika, jam munduar ta përcjell me lëvizjet koreografike. Përsa përket edhe kostumeve, se jam kurioze, çfarë keni menduar për kostumet? Është vërtet... Ardi ka bërë një gjetje shumë bukur dhe në bazë të asaj që me thënë të dyja bashkë e kemi diskutuar. Ajo që është e bukura, që them unë që sjell prapë një gjë të bukur në këtë shfaqje është që neve na ka bërë së bashku, mua, me thënë Vikena, unë, Ardi, Klevis, Armand Salabanda, Amand Peza, jemi prej vitesh që bashkëpunojmë në produksione shumë të rëndësishme dhe që jemi bërë bashkë, dhe Vikena na ka bërë bashkë të gjithëve. Një produksion tjetër të ri, për mua kjo sjell... Po, më duhet ta them edhe toleranca normalisht i gjithë drejtimi i teatrit për të sjell më të mirën, gjithmonë një mbështetje shumë e madhe. Kjo është Eksperienca jonë mendoj që na ka ndihmuar në këtë rast për të bërë një punë të mirë. Pastaj mbetet që nga publiku ne po mundohemi të bëjmë një gjë të veçantë dhe siç është vepra kaq unike, mendoj që datë 24 dhe 25 prill, por do të jeni edhe një natë në Prishtinë apo jo? Po, patjetër, sepse një natë të bukur. Miqt normalisht do t'i, siç ne kemi një shprehje, na kanë ardhur, do t'i vemi. Kështu që duke qenë se ata do t'jenë këtu edhe për provat, edhe për të realizuar këtë vepër, për ta bërë këtë bashkëprodhim, normalisht ne do ta kthejmë këtë vizitë edhe atje. Është edhe një natë në Prishtinë me datë 27 prill. Me datë 27 prill. Dua të them dhe për formacionin kemi një gjë shumë të veçantë, sepse formacionit orkestral të harqeve të orkestrës simfonike i bashkohet dhe një bandoneist jashtëzakonshëm që vjen apostafat për këtë vepër. Ai luan jashtëzakonisht shumë këtë vepër, luan shumë tango, që është Zhao Gentil. Së bashku, këta do jenë, si thua, dy solistët e kësaj vepre, së bashku me një pianist, me një djalë Tonin, që është vërtet shumë premtues, që është Igli Rapaj, koncertmaestër Gzim Bolçari, Niko Kondakçi, janë shumë, si të thuash, një ekip, normalisht është një formacion i vogël, edhe janë me gishtat e dorës për të dhënë të gjithë atmosferën e dur që neve shpresojmë shumë e mbarësi. Sepse kjo shfaqje do të mbahet mend edhe ky projekt edhe për diçka tjetër, sepse ti për herë të parë këtu prezantohesh si regjizore. Në fakt për herë të parë dhe them kaq fort. Ne për herë të parë dëgjojmë Vikena Kamenica regjizore, është herë e parë. Mund të përgëzoj akoma status të ri, po më thuaj jam në përfundimin e masterit që normalisht duhet të bëj diplomën dhe në qershor. Master për teatri, spektakli. Urime. Me të drejtën, jam shumë e kënaqur me stafin, sidomos të artit skenik, me dekanin Milto Kutali, që ma ka mirëpritur shumë, ka gjithmonë merakun e shfaqjes, është gjithmonë me ato emocionet se normalisht unë dua të mbaj profilin tim, edhe po e them Rudina se kjo është ajo që po them për herë të parë. Deri më sot veprat i kam trajtuar vertikalisht, se kam menduar vetëm për personazhin tim, edhe nuk janë pak, janë mbi 30 ca vepra. Për herë të parë do filloj t'i rikthej këto vepra që i thon nga 300 e disa faqe, do t'i rikthej duke i parë horizontalisht. Dhe është vërtet një informacion. Një informacioni, një jetë që unë tash më kam, sepse profili im patjetër që do jetë opera dhe kam tre breza që një opera. Fantastike, sa bukur kjo, kur e vendose që ti do të studioje, do të bëje të master për regji. Çudi e madhe që njeriu nuk rresht kur së kërkuari, së mësuari. Dashurit të mësoj. Dashurit të mësoj dhe me thënë drejtën e kam marrë me shumë emocion. Kjo është një vepër e parë, po ja jap vetes kur kam kënduar për herë të parë që kam dalë në skenë, kam thënë gjithsesi, prindrit më thoshin atë fjalën. Si ndjeve këtë thirrjen ti për të studiuar për regji? Dhe pse vendose pastaj të studiosh, pra ta kesh si me diplomë, le themi, këtë profesion të ri? Kam pasur në kontratat që i kam pas shumë të shpeshta në Francë. Shifja procesin e punës, procesin krijues. Ato kanë një sistem të jashtëzakonshëm që ne do donim shumë që struktura e teatrit ton si të thuash të ndërtohej edhe më tepër, tamam në ato bazat e vërteta europiane, sepse normalisht mund të kemi mungesa në strukturën e brendshme të teatrit që duhen shtuar pa diskutim. Aty kam kuptuar çdo të thotë
në mënyrën e mirëfillt të krijosh. Atje kur shkoja vetëm për një muaj vetëm për të krijuar atë vepër. Dhe një muaj unë jetoja vetëm me atë gjë. Dhe duke mos patur as familjen, as një që çohesha në mëngjes dhe thoshte o ma, çfarë do haj unë ose çfarë do vesh unë. Kështu që kam qenë aq e fokusuar dhe thirrja vërtet ka ardhur atje. Dhe duke bërë atë rezimen e viteve, erdhi në formën shumë të natyrshme. Plus dua ta them dhe tjetrën që gjithmonë ai dyzimi që kam pasur, nuk mund të them dyzimi, po unë kam qenë pjesë e spektakleve bashkë në Njifemi. Kjo është një arsyet që kemi 25 vite që Njifemi bashkë, sepse normalisht të vëklan gjithashtu një jetë të tërë. Pse të mos ta vija edhe këtë pjesë dhe këtë informacion të jetës, mos ta vija në dispozicion për të ardhmen, për të rinjt. Fakti që në këto 2 vjet kam ndetur shokët e klasës tim që ishin janë 19-20 vjeç. Dhe ishte gjëja më e bukur që kam jetuar. E kam jetuar shumë bukur. Domethënë të marrësh nga energjia e tyre edhe sa herë për shembull edhe kur takoja njerëz të njohur dhe bashkë po takoheshim rrugë dhe rastiste që kisha pirë një kafe pas leksionit me ta, isha tërkohë se shokët e klasës. Më pëlqente aq shumë ta thoja nga energjia e tyre, ndërkohë kemi një brez të jashtëzakonshëm që ka nevojë të drejtohet siç duhet, talente shumë kemi. Dhe thash gjithë informacion që unë tashmë e kam, po e vë në binarët që unë do dua të shoh një vazhdimsi dhe një të ardhma. Isa, shumë interesante, të nisësh të studiosh një shkollë të re, një master pikërisht në këtë fazë të jetës. Është kënaqësi e madhe. Unë i kam bërë këto gjëra, po është ajo dëshira për të rritur akoma, për të vazhduar përpara dhe për të bërë diçka të re. Gjithmonë kërkon, unë si natyrë gjithmonë kështu kam kërkuar diçka të re. Mezzosopranon, do ta kemi aty. Unë interpretuese jam. Në këtë rast pa diskutim që jam, unë opera do t'i vazhdoj, por kjo ishte një periudhë tranzicioni për t'i shtuar vetes diçka të re. Absolutisht, edhe është një profesion i jashtëzakonshëm, pa diskutueshëm, po për artistët e operës, a ka le të themi një lloj afati ose një lloj kufiri për sa i përket angazhimit artistik? Siç mund të jetë për balerinët për shkak. Edhe balerinët e kanë këtë gjë. Po, pa diskutim që ekziston edhe skena e ka një nuk mund të thuhet kur, sepse njerëzit nuk janë njësoj. Ka njerëz për shembull që kanë ndodhur për 1001 arsye. Për shembull, të marrim edhe diskutimin e Kalasit, kur e ka lënë Kalasi, e ka lënë në një moshë relativisht të re, mund të themi. Kështë njeriu stadin e vetë varet, ajo është gjitha varet dhe fizikisht. Dhe po flasem edhe për njerëz, për shumë që në moshat të caktuar lëshohen më shpejt se dikush tjetër. Po pra, se varet nga njeriu. Varet se si vjen, varet se si e ka genin, varet se si e ka DN. Ndërkohë kemi personazhe që i kemi të jashtëzakonshëm sot që flasim, vazhdojnë ban skenën, e mbajnë shumë fort. Unë vetë skenën e dashuroj. Unë jam njëri që kam lindur në skenë. Prindrit kanë jetuar në skenë. Halla ime gjithashtu mezzosoprano e parë e teatrit, gjithë jeta e saj në skenë. Kështu që kur erdhi kjo thirrje, që duhet ta them thirrje dhe prandaj të zgjodha një mesh për të pasur një vepër të arsyesht dhe jam falënderuese Zotit në radhë të parë, kur erdhi kjo thirrje këtë i thash vetes, Vikina do vi momenti që vërtet ti duhet ta lësh skenën me koshiencë për të lënë më të mirën në skenë. Dhe shumë bukur ti mund kalosh, vazhdon, trupi, shpirti vazhdon, jeton fort. Për shembull koreografët, balerinët e bëjnë shumë më shpejt sepse Nata ka për shembull në rastin ton, në momentin që ti bën një projekt ose një koreografi, unë jam patjetër regjizore vetë e shfaqjes. Pa diskutim. Pra, dashur pa dashur, në këtë rast Vikena, jam e bindur që në shfaqje do doj të vërë në skenë, patjetër edhe nëse... Ka bërë dhe regjinë shumë gjërave të veta, po thjesht është quajtur regjizore, sepse është pjesë e procesit të punës. Nëse do të marrë një vepër të mirëfill ta vëri vetë, përsëri do të jetë regjizore, kështu që unë kam balerinët gjithashtu kalojnë bëjnë koreografin. Vjen një moment për shkak nëse se kanë zgjedhur më herët ose që në fillim. Unë për koreograf Nata e ka bërë para shumë vjetësh. Po ama ti ke bërë gjithmonë balerinët. Erdhi një moment që ti ndjeve se doje të bëje por nuk është e thënë asnjëherë që për shembull ti mund të jesh një balerin shumë e mirë dhe mund të bësh dhe nuk është e thënë, absolutisht. Ka balerinë shumë mirë, po që se bëjnë dot koreografin. Në këtë rast, është edhe dëshira dhe pasioni, ka të bëjë shumë të studiuarit. Nëse ti nuk studion, e ke shumë të vështirë, nëse ti nuk shikon, unë për shembull sa herë që ka patur të ftuar koreograf
hershëm, shumë vite më përpara, gjën e parë unë rria i studioja ata, me të mënyra se si ata e kishin krijuar. Ka të tjerë balerinë që janë shumë indiferent dhe nuk e kanë fare këtë. Pra është, më thënë, çdo kush ti mund edhe të studiosh për koreografi dhe mos bësh kur një koreograf. E vërtet. Gjithsesi ne i kemi dhënë vetes një qetësi kësaj vepre. Gëzime Vikenës se faleminderit. Dhe unë gjithashtu e uroj. Shpresojmë. Që shumë ky lajm Vikenës. Kjo është një vepër koncertale, nuk është një teatr mirëfillt. Janë gjetur simbolika të vogla për të patur një fillim të kësaj gjëje dhe normalisht ky është vetëm fillimi i kësaj trilogjie që normalisht do kaloj në 2 vepra teatrale që janë të shkruara për teatr. Kësaj vepre koncertale i kemi dhënë peshën vërtet aty ku duhet formacionet e sporit. E sjellim dhe posterin gjithashtu për të kujtuar dhe për teleshikuesit gjatë flasim. Faleminderit dhe normalisht kjo është një vepër për të pasur një fillim, ta thash vetë zgjodha një vepër fetare se jam shumë falenderuese, mirënjohëse për gjithçka deri më sot që Zoti ka rezervuar për mua dhe kështu që nisi me diçka të thjesht, nisi me 2 shtyllat kryesore që një teatr mban, që është opera dhe baleti, duke qenë që ne jemi 2 personazhe për kaq shumë vitesh, përveç se Mikesha, po që ne kemi mbajtur teatrin në shumë e shumë vepra me kryerole dhe mbase ishte ky momenti për t'i thënë njëra tjetrës ritakohemi edhe në këtë fazë të jetës tonë, ritakohemi bashkë, ritakohemi në skenë dhe shpresojmë që t'jetë një vepër që nesër do jemi ne që do jemi të ulura në publik dhe të shohim po të njëjtën vepër që këndohet nga dikush tjetër dhe kërcet nga dikush tjetër. Urojmë që kjo të ketë një vazhdimsi dhe të ketë një augur të mirë. Unë jam e sigurt që do të jetë kështu. Mund të bëjmë vetëm një falënderim trupës, të gjithë balerinëve që kanë punuar me shumë dashuri vërtet në një kohë shumë të shkurtër. Jam gjithmonë falënderuese dhe mirënjohëse dhe 2 asistentëve të mi, Eltionit dhe Elonës, që kanë ndenjur pranë në çdo moment të provave. Kështu që i uroj suksese, që të dalim dhe bëjmë një shfaqje vërtet dinjitoze, siç e meriton vërtet kjo shfaqje. I uroj Vikenës shumë suksese në rolin e saj të ri si regjizore, por dhe falenderoj që më ka bërë pjesë të kësaj shfaqje kaq shumë. Me shumë dashuri gjithmonë, por s'duhet të harojmë që në këtë prodhim të bukur që ka këtë formën gjys koncertal, teatral, Kori Kosovës mban një peshë shumë të rëndësishme, është solisti kryesor, unë vërtet interpretoj, por solisti kryesor i kësaj vepre është kori dhe orkestra dhe normalisht është gjua e trupit që jep gjithë pasionin e një vepre të fortë, si që tango i ka ritmet dhe nga ana shpirtërore, si që mban një mesh e këtij lloji. Fantastike. Unë ju uroj shumë suksese në këtë shfaqje. Misa Buenos Aires me mezzosopranon Vikena Kamenica, balerinën Enada Hoxha, në regjinë Vikena Kamenicës dhe koreografin e Enada Hoxhës. Ju uroj suksese pafund. Faleminderit shumë Rudina. 24 dhe 25 prill, 27 prill ndërkohë në Prishtinë, për gjithë shqiptarët e Kosovës që janë duke na ndjekur. Ju uroj shumë suksese dhe ju pres me pjesën e dytë të kësaj trilogjie kur ta keni gati. Dhe të presim dhe në shfaqjen tonë. Patjetër dhe ju uroj suksese pafund. Faleminderit Rudina. Ju paf mbarë dhe suksese dhe Vikenës në këtë tim të ri tëndin. Tashmë jam i sigurt do të jetë një tjetër sukses i yti. Faleminderit që ishit këtu me mua. Ne do të kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer në pjesën e dytë, do të sjellim 2 materiale, 2 kronika të përgatitura shumë interesante. Do të sjellim pikërisht një kronikë e cila na flet për një ekspozitë tejet të veçantë edhe të një rëndësie, mendoj unë, pa diskutim të veçantë, sepse bëhet fjala për veprat e Salvador Dalis, të cilat një pjesë e tyre kanë pasur mundësinë ose kanë udhëtuar në Tiranë dhe aktualisht janë të shfaqura në ambientet e qendrës për hapje dhe dialog në Tiranë ose qendra kod, siç e njohim ndryshe. Është një ekspozitë e jashtëzakonshme, pa diskutim, e rrallë dhe që nuk duhet humbur. Jemi duke parë vetëm disa imazhe të saj, por kemi përgatitur një kronikë të plot ku do të shohim se si ajo është organizuar, do të na flasi drejtoresha e qendrës kod, kuratorja, ajo që i ka sjell edhe koleksionisja gjithashtu që i ka sjell këto vepra arti në Tiranë për të vizituar ato kryeqytetin, por edhe kryeqyteti për të takuar me këto vepra të jashtëzakonshme të Salvador Dalis. Por përpara dua të sjellim, do ta shfaqim pas pak të material, fillimisht do ta nisim me një tjetër kronikë që kemi përgatitur në liçenin e Tiranës. Ju e dini, teatri tashmë ose amfiteatri, siç kemi mësuar ne ta quajmë i Tiranës, i liçenit të Tiranës tashmë ka marrë një emër
të veçantë, një emër i cili nderon punën e jashtëzakonshme të artistit mirënjohur Mirush Kabashi, nderi kombit Mirush Kabashi. Dhe javën e kaluar në fundjavë, në një ceremoni të veçantë, është bërë edhe ky nderim ndaj tij dhe vendosja në mënyrë zyrtare emrit të amfiteatrit të liçenit artificial, pikërisht si emri pra do të quhet kështu, Teatri i hapur Mirush Kabashi. Le të ndjekim kronikën. Amfiteatri i Tiranës në Parkun e Madh të Liçenit Artificial tashmë mban emrin e një prej figurave më të mëdha të skenës shqiptare, aktorit të ndjer Mirush Kabashi. Teatri Mirush Kabashi përfaqëson tashmë një hapësirë të re kulturore në zemër të Tiranës, që synon të pasurojë jetën artistike të qytetit dhe të shërbejë si një pikë takimi për ardashësit. Përmes një mbrëmje të veçantë, mbajtur të premten e javës së kaluar, në një ceremoni mes familjarëve, miqve, kolegëve, u përkujtua jeta dhe karriera e aktorit ushquar, i nderuar me titullin Deri Kombit, ku nuk munguan momentet kulmore nga karriera e tij artistike, si dhe kolona zanore të filmave ku ai ka lënë gjurmë. Babi, dora jote, nga të lartë, është forca ime. Mbrëmja u shoqërua me emocione të forta, veçanërisht për bashkëshorten Lola Kabashi dhe vajzën e tyre Mendi Kabashi. Ndjeva një emocion të papërshkruar. Tashmë në fund, arti Mirushit u vlerësua, jo vetëm jashtë, më në fund u vlerësua edhe këtu. Shumë emocione, sepse është një ëndër e kthyer në realitet. Liçeni ishte habitati i tij, vendi ku ai vinte çdo ditë për të bërë shëtitjen e tij dhe ku zbukuroi dita duke ju takuar ju njerëzve. Kuptoj që sot edhe në përjetësi, njerëzit kur të kthejnë kokën nga ky teatr, Mirush Kabashi, do të marrin disi buzëqeshjen e tij, madhështinë e tij dhe artin që ka lënë pas, po sidomos atë thjeshtësinë e të qenurit e një njeriu të përullur dhe të sinqert. Figura e Mirush Kabashi të kujtua nga miq dhe bashkëpunëtor, të cilët tan kujtimet të punës me të. Kujtimet me Mirushin janë të shumta, janë të pashlyeshme. Do jetë gjithmonë pranë nesh. Artisti bashkon gjithë njerëzit. Prandaj ka një vlerë të veçantë. Ta çojë në fund këtë misionin e tij si artist, duke na bërë të kënaqur gjithë, të lumtur të gjithë. Mirushi ishte një njeri ambicioz në kuptimin më të mirë të fjalës për një artist. Ky vendim, i marrë nga Këshilli Bashkiak, i jep këtij ambienti një dimension të ri emocional dhe kulturor, duke e kthyer në një simbol të gjallë të trashëgimisë artistike dhe shpirtit krijues që Mirush Kabashi përfaqësoi ndër vite. Ka qenë madhështor në skenë dhe në ekran dhe njëri shumë i natyrshëm, shumë i thjeshtë në takimet e përditshme, në komunikimin e përditshëm dhe në çdo bisedë dhe në çdo bashkëpunim. Mirushin është një artist i pazëvendësueshëm që nuk përsëritet më i papërsëritshëm, por unë kam pas shumë mik, sepse ne të dy kemi qenë në sindikatën e artistëve dhe të dy kemi luftuar shumë fort për shumë të drejtat e artistëve në për vite. Ai ishte një gjigant në shpirt, në art dhe kudo. Tashmë çdo shfaqje, çdo duatrokitje dhe çdo emocion i përjetuar në këtë teatr do të mbajë në vetvete një pjesë të emrit dhe kujtimit të Mirush Kabashit, një omazh i përjetshëm për një artist që i dha zë dhe shpirt skenës shqiptare. Dhe pas këtij momenti të bukur dhe nderimi për artistin Mirush Kabashi, ne do të shkojmë në një tjetër ambient, këtë herë do të qëndrojmë pikërisht në ambientet e qendrës Kod, ku tashmë prej datës 9 prill është çelur ekspozita shumë e veçantë me veprat origjinale të artistit të madh Salvador Dali. Është në fakt një përmbledhje në këtë ekspozitë e gravurave dhe vizatimeve të realizuara pikërisht nga artisti në rreth viteve 30 dhe fundit të viteve 70, vjen në kujdesin e koleksionistës franceze Christine Argillet dhe
pikërisht këto vepra që kanë ardhur janë pjesë e koleksionit Argile, që me sa duket është koleksioni i saj, por do të na rrëfejnë më tepër në materialin që do të shfaqim pas pak, ku do të shohim edhe shumë në detaje se çfarë përmban kjo ekspozitë dhe të gjitha veprat e ekspozuar aty. Do të ndjekim drejtoren e Qendrës Kod, Natali Blushi, që do ta flasë më gjatë, po kështu edhe koleksionisten vet, Kristin Argile. I ndjekim tani. Një ekspozit me veprat origjinale të artistit me famë botërore Salvador Dali u qel më 9 prill me ambientet e Qendrës Përhapje dhe Dialog në Tiranë. Ekspozita Salvador Dali sjell për herë të parë në Shqipëri një pjesë të rrallë të koleksionit Argilet. Ky arkiv unik i përket koleksionistës franceze Christine Argilet, një nga dëshmitaret më të afërta të jetës dhe procesit krijues të gjeniut surrealist, e cila është kuratorja e kësaj ekspozite të veçantë dhe gjithashtu vajza e bashkëpunëtorit të Salvador Dali, botuesi Pierre Argilet. Mendoj se këto vepra janë të gjitha mjaft interesante sepse kanë të bëjnë me ilustrime të cilat kanë qenë pjesë të veprave të Dali. Është një koleksion i konsiderueshëm dhe baba im ka qenë mjaft i përkushtuar sepse Dali veti ka kërkuar gjëra të pamundura dhe krijonte situata të vështira. Ai ndonjëherë ishte person shumë i vështirë, por ndonjëherë ishte vërtet kënaqësi të punoje me të dhe baba im ka qenë në shtëpinë e tij në Spanjë. Në këtë ekspozit përmblidhen gravura dhe vizatime të realizuara nga artisti i njohur rreth viteve 30 deri në fund të viteve 70. Vepra që më parë janë prezantuar në galeri prestigjioze në mbar botën, të cilat kanë lënë gjurmë në histori të artit botëror dhe tashmë mund të shihen dhe nga afër nga publiku shqiptar. Për drejtoreshën e Qendrës Përhapje dhe Dialog, Natali Blushi, ky koleksion i veçantë sjell më pranë se kurrë artistin me publikun shqiptar. Arudina, përshëndetje. Faleminderit për vëmendjen që i keni kushtuar ekspozitës që ne sapo kemi hapur të Salvador Dalis. Ai vjen shumë ndryshe, vjen shumë personal, vjen me një teknikë të re, siç është gravura. Ne këtu kemi ekspozuar 81 gravura midis periudhës 1934-1973. Ajo tregon më shumë detaje rreth këtij koleksioni, duke u ndalur tek disa nga veprat më të veçanta përfshirë edhe këtë ekspozit. Ajo që Kristina ka ndarë të paktën mesazhe personale për procesin krijues të Dalis, është që ai ishte një studius shumë i mirë, i shumë tematikave që ai zgjidhte që të ekspozonte. Dhe pikërisht këtu mund të shikohen 3 nga këto periudhat e kësaj hapësire kohore që unë përmenda, siç është mitologjia, e cila vjen në një kontekst shumë ndryshe, nga që ne jemi mësuar të paktën që shikojmë personazhet e mitologjisë greke. Ka sigurisht atë touchin e Dalis, që është i padiskutueshëm, ka teknikën e acidit, që është shumë specifike dhe domethënëse. Konsiderohet si një nga pikat kulminante të procesit të Dalis në këtë teknik. Është shumë personal sepse përveç studimit që ai ka bërë, ka futur dhe historinë e tij. Po ta shikosh, nis dhe mbaron me të njëjtën moment. Ai ka futur dhe këto elementet që i shikojmë gjithmonë, siç është ora, që është duke shkrirë, që ai ka aspekt shumë dominant në punët e tij. Është një moment shumë i rëndësishëm kulturor për vendin tonë, është diçka ndryshe dhe aq më tepër që është aksesueshme për publikun për një muaj deri në fund të majit. Ekspozita Salvador Dali do të qëndrojë e hapur për publikun deri në datën 23 maj. Përgëzime shumë drejtoreshës Natali Blushi për këtë përzgjedhje kaq të bukur që ka bërë për ta bërë pjesë të gjitha aktiviteteve të Qendrës Kod këtë ekspozitë, e cila në fakt duhet thënë që ka udhëtuar në galeritë më prestigjioze të botës dhe për fatin tonë të mirë e kemi në Tiranë deri në datën 23 maj të mundur për ta vizituar që të gjithë për të parë nga afër dhe për të prekur nga afër pikërisht genialitetin e Salvador Dalis. Është një moment i veçantë ky dhe duhet shfrytzuar, nuk ndodh çdo ditë që të kemi ekspozita të kësaj natyre në Shqipëri, kështu që përgëzime të gjithë organizatorëve, kuratores pa diskutim edhe koleksionistes që i ka sjell ato në Shqipëri, kështu që urime të gjithëve dhe ju ftoj ta vizitoni këtë ekspozitë në Qendrën Kod. Mirë, ne do të kemi sërish një hapësirë publicitare, do të kthehemi pas pak në pjesën e tretë.
Jemi kthyer në studio në pjesën e tretë, si gjithmonë na viziton të hënave. Astrologja më e famshme në Shqipëri, mirë se erdhe dashurieri, kënaqësi që të kemi këtu në studio. Mezi po presim të dëgjojmë se si do të jetë kjo javë për të gjitha shenjat, sa hyje ke vendosur të japësh, se sa na ke ndar. Sa na ka ndar fat. Sa na ke ndar ti, fati. Sa hyje na ka ndar Meri këtë javë, po bëhet shefi që e keni kuptuar që ja u ndaj unë në fërgjithësi. Ti ke në dorë, se kush tjetër. Patjetër. Shiko, ka qenë një javë që ne kemi shpjeguar në efektin e hënës së re në dash. Por duke qenë se hëna e re në dash ka qenë 10 ditëshin e fundit të dashit, duket sikur kapi pjesërisht një pjesë të dashve, atyre që kanë lindur në 10 ditëshin e tretë. Por, në fakt, të tjerët, se shumë planet, u futën 6 planet në dash bashkë me hënën, kishim një blokim, se edhe Marsi në dash dhe Mërkuri në dash, dhe duhet të takoshin me Saturnin, dhe deri dje u takuan gjithë këta me Saturnin, po Saturni është një planet i vështirë, është një planet që nuk lejon gabime, ose nuk fal gabime, nuk është si Neptuni që hajde shtrëmbëron, jep ngjyra, nga njerë dhe Jupiteri jep super optimizma. Saturni është i rrept, është ai që thot unë e pres, më mirë e pres se sa e qes, kur thot është një fjalë e urtë. Pra nuk të lejon, nuk toleron fare, dhe shumë njerëz në fundjavë mund të jenë ndjerë të bllokuar, të stresuar, të inatosur, me debate. Dhe unë duke parë hartat astrologjike të ditës dhe të javës, pak një orë para ose 2 orë para u çlirua dhe Mërkuri nga Saturni, u çliru Marsi, u çliru dhe Mërkuri. Ama këto shenja dash, gafore, peshore, britësjap, kanë qenë në efektin e një sulmi ose të një bllokimi. Ndoshta kanë parë dhe ëndrat që janë në efekt bllokimi, themi, stresante. Por kjo dal nga dal ka filluar dhe të qetësohet. Dhe kjo është dhe një javë e madhërishme, sepse më në fund Urani mbas 7 vjetësh qëndrimi në Dem, kalon në shenjën e binjakëve dhe do ri për 7 vjetë, do me thënë ndryshon komplet në utropi. Urani në Dem na solli kriza, luftra, pasigurira, paqëndrueshmërira. Këtë 7 vjeçarin e fundit ne kemi parë që na janë përbysur. Po, na janë përbysur shumë gjëra. Na erësorën pandemi, luftra, kriza ekonomike. Dhe ka qenë ky 7 vjeçar dhe shumë njerëz duhet ta kenë kuptuar në Dem. Dhe ku do shkoj tani? Tashi do shkoj në binjak. Por në binjak është më mysafir, më i mirë pritur, do themi, sepse janë dy shenja ajri, Urani u dhe heq ujorin, u dhe i dhe në binjak është më i mirë pritur. Kurse në Dem, në një shenjë toke që ka të bëjë me ekonomin, me ushqimin, me sigurin, na solli shumë pasigurira, dhe të 7 vjeçarin e fundit ne nuk kemi qenë vetvetja, shumë njerëz ato gjëra që i mendonin të sigurta, tashmë si kanë më të sigurta, dhe ne si kemi më të sigurta. Sot është nafta kaq, nesër është aq, jo po smundjet, jo po ilaçet, jo po lufta, jo po dhe nuk e dim, do me thënë çfarë na pret nesër, por kjo do filloj të ndryshoj për hir të së vërtetës dhe për mbar. Kur që mund të jemi të gjithëve sot, besoj, se kemi të gjithë nga pak. Kështu që në datën 26 kalon në binjak, do ri 7 vjet në binjak, do thonë ju zha u bëj në binjak. Po të paktën do merret me llave, po nuk do merret me gjëra që na prishnin punë. Do merret me teknologjinë, me komunikimin, do modernizojë ndoshta më shumë telefonat, kompjuterat, mënyrën e komunikimit, do na bëjë ndoshta edhe më social, ndoshta mund na bëjë edhe pak më të largët. Por nuk do sjelli këto krizat e pasigurisë ekonomike dhe rënjet e pashpjegueshme. Thotë që ndoshta mund të kemi një kohë qetësimi, atë që e kemi një kohë qetësimi, por mund të sjellë një modë të re komunikimi midis njerëzve, mënyra të reja udhëtimesh, mënyra të reja përfaqësimesh, por nuk do jetë kjo kriza e përditshme që ka filluar të lodhë njerëzit në fund të fundit. Dhe Merit i del fjala. Edhe ata që se besojnë Merin e kanë provuar që i del. Ku do shkoj, do dali. Le të nisim me shenjën e parë dhe të shohim se sa hyje i ka dhënë Meri për këtë javë. Dashët 3 hyje marrin për këtë javë. 3 hyje dashët, në fakt ishin në efektin e ënës së re, shumë dashë janë ndjerë mirë, por ka pasur një bllokim 10 ditët e para, ose dhe dashët në përgjithësi, edhe Mërkuri, edhe Marsi në dash do t'ju jepnin fuqi dhe potencial, po u takun me Saturnin. U takun me Saturnin dhe ka pas disa bllokime, disa keqkuptime, disa probleme në komunikim, në iniciativa, në shkrime, në dokumentacione.
Ka një orë që është shliruar kjo gjë, kështu që do fillojnë të shlirohen dhe dashët në përgjithësi, dhe sa i Saturni ngelet aty të ditët e para të dashëve, që ata do kenë një lloj akoma, duhet të organizojnë mirë jetën dhe potencialin e tyre. Pastaj futja Uranit në binjak është një lajm i mirë për dashët do jenë më të hapur, më komunikativ, do hapen disa rrugë, një 7 vjeçar që i çlironi, kishte fut në krizë Urani në dem në çështjet ekonomike, 7 vjetë shumë dash janë kryzuar ekonomikisht, psikologjikisht, po ekonomikisht janë kryzuar më shumë, tashmë fillon një çlirim ekonomik. Dhe shkojmë të demët. Kalojmë të demët shojmë që marrin tyje, sepse psikologjikisht për hir të së vërtetës është shenja që ka qenë më e tronditur. Shumë planet në dash, i ka ardhur fati i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Në shpinë 12 për ta është si të themi i rreth gjithmonë një çekan aty në kokë, një problem, një pasiguri, kanë pas dhe një bllokim, një stres të brendshëm, parandinja të çuditshme, por Urani të paktën do iki nga demët. Do iki nga demët dhe gjitha ish përqendrim 7 vjeçar dhe demët nuk e din ku janë, fillon dhe qetësohet dhe Urani do merret me çështjet ekonomike të tyre, të hapi rrugë, tunele në aspektet ekonomike. Por aspekti psikologjik, të paktën për rreth 2 vjet do t'i lodhi prap demët, sepse është dhe një prapambetje si për inerci, të gjithë këtyre të këtij 7 vjeçarit të vështirë, që nuk bën hajër në dashuri, në çifte, ka pas shumë probleme, por edhe shumë planet në dash tregojnë një implikim të madh psikologjik. Dhe shkojmë te binjakët. Kanë marrë 4 yje ndërkohë. Binjakët modernizohet, u erdhi Chelsea në derë, u erdhi modernizimi, u erdhi përparimi, sepse Urani sjell ide të reja, protagonist, bën gjëra që tjerët si kanë bërë, dhe shumë binjak do marrin si të themi atë ndriçimin e Uranit, ose shkëlqimin e Uranit, ose inteligjencën e Uranit. Janë inteligjent binjakët, por Urani do t'i bëjë akoma më inteligjent, do t'i japi shumë rrugë, atë rrugë që e bënin më ngadalë, shumë binjakët ta bëjnë më shpejt, kështu që do modernizohen binjakët. Për së vërtetës, dhe shumë planet në dash, përderisa kanë qenë bllokues, për binjakët nuk janë aq shumë bllokues, sepse dashi është një aleat me binjakët, shenjë e zjarrit dashi, kështu që do kenë mbështetje për kraje dhe mund të, edhe nga vështirësitë e tjera mund të përfitojnë në këtë periudhë. Data 24 është një datë e mirë në përgjithësi për të zgjidhur disa probleme personale binjakët në një marrëdhënie në çift që ka qenë e komplikuar. Mirë, ky është parashikimi për binjakët, kalojmë tek shenja tjetër. Po, shkojmë tek gaforet. Gaforet vetëm një. Gaforet vetëm një, se shumë planet të vështirësuar në dash, pavarësisht se do t'i ngrinin lart shumë gaforet në karrierë, po ka pasur një bllokim shumë, një bllokim me tonelata, do të thosha unë, çaj tunele, çaj mure e bjeri tullave, po prap gaforet e kanë pasur këtë gjë. Ka një 2 orë që është shliruar, por kjo ka lënë prap ato pasojat. Unë do thoja nga gaforet, pavarësisht se Jupiteri është në shenjën e tyre, do me thonë fati, përsëri nuk është se i ka lëshuar, nuk i lëshon gaforet. Fati, data 24 do jetë një datë e mirë, sepse pak para se Urani të kalojë nga Demi, takohet me Afërditën në Dem dhe takohet në datën 24 dhe shumë gafore mund marrë një lajm mirë, një çlirim ose një investim të mirë në fund të fundit dhe shohim një ndryshim mirë. Por gaforet, sidomos të lidhura 10 ditën e parë, kemi një bllokim të fuqishëm këto ditë dhe do ta shikojmë me kujdes. Tash me këto gaforet, beshoret, bricapët e dashët, ne astrologët po punojmë dhe kemi shumë njerëz që e kanë ndier këtë dhe po punojmë këtë periudhë. Po punoni. Po punoni, do si punoni. Do të pyesja si po punoni, do të psikologjike. Jo, psikologjike, astrologjike, ku e kanë mirë, ku e kanë keq, ku duhet ta rregullojnë, ku duhet të durojnë, ku duhet të sulmojnë. Po kjo është, astrologjia është një udhërrëfim, çfarë të bëjmë? Po, është një udhërrëfim. Edhe ne parashikim se kjo këtë nga zakonisht. Ka dhe parashikim, është dhe një udhërrëfim, do me thonë dhe intimon. Pra, nuk është e thatë astrologjia që ne, do me thonë themi që ky njeriu në këtë periudhë do bëj këto, se duhet bëj këto, se mos bëj këtë, sepse tashi këto janë. Dhe shkojmë te luanët. Shumë mirë, kanë luanëve 4 yje. 4 yje, po luanët, këto 4 yje i kanë marrë si i kanë marrë, sepse thonë, 4 yje, po nuk jemi mirë, po çka ka ndodhur, se kam pas një proces ligjor të vështirë, sepse dashi për luanin në shpinën e 9 të ligjit, të udhëtimeve, të kontakteve me jashtë. Aty duket sikur rrugët janë autostradë, po përsëri aty ka një stop të madh që këta atë stopin nuk e kanë parë ose nuk e kanë kuptuar dhe shpesh herë i kanë rënë me kokë
këtij stopit. Edhe janë vrarë disa në kuptimin figurativ. Tashi, ka një 2 orë që është liruar kjo e keqe dhe është lehtësuar, mund të themi, kështu që edhe në çështjet ligjore ose në punët me jashtë ose çështjet e shkrimeve, studimeve, sikur janë të çliruar. Dhe në datën 24 dhe këta marrin një lajm të mirë ekonomik, familjar, një pronësi u vjen ose një investim u vjen ose diçka ose jeta personale fund. Edhe Virgjëreshët. Shkojmë te Virgjëreshët. Mirë dhe Virgjëreshët. Shumë planet në dash për Virgjëreshët do të thotë vëmendja te ekonomia dhe ana juaj shpirtërore. Po ekonomia është ajo që do marrë rëndesën dhe vlerën më të madhe në këtë kohë, sepse edhe duhet veproni shpejt dhe instinktivisht, po dhe duhet të përgjigjeni në kohë një bllokimi dhe një situate të vështirë, sidomos Virgjëreshët lindur në 10 ditën e parë që kanë pas pengesa, bllokime dhe situata me shumë përgjegjësira në çështjet ekonomike. Ka një 2-3 orë që është liruar, do të çlirohet, kemi akoma avantazhe dhe kemi një lajm të mirë për Virgjëreshët, në jetën e tyre personale sidomos, ose në investim, ose çështjet sikur çlirohen, marrin frymare datën 24 kur afër dita të takohet me uranin në Dem. Kështu që kalojmë tek shenja tjetër. Me uranin nuk ju tash, do merreni shumë me çështje punë shteti për 7 vjet. Shumë Virgjëresh do merren në javën tjetër. Shkojmë te Peshore. Peshorja është një kardinale që i ka gjithë planetët përballë. I ka gjithë përballë dhe si të themi të gjithë janë sulur kundër Peshorës dhe Peshorja kundër të gjithëve, po tash një kundër të gjithëve nuk bëhet. Vetëm datën 24 ka një avantazh të mirë, por kemi një avantazh të mirë nga nesër, fillojmë që Peshoret e shfrytëzojnë për mirë këtë antagonizmin, sulmin dhe marrin lajme të mira. Peshoret e lindur në 10 ditën e parë, të paktën 7 ditët e para, sidomos datë 7-8 të 10 ditësh të parë të tyre, atëherë këto kanë një lloj problemi me partneritetet, me bashkëpunimet, me ligjin, me kundërshtarët dhe është çik problem i vështirë kjo, sepse është përballë shenjës tyre. Të tjerët janë çliruar dhe marrin përsëri, siç thash, një lajm ekonomik. Por urani në binjak duhet lajm shumë i mirë ligjor për Peshoret dhe kontaktet me jashtë duhet i rrisin më shumë. E akrepët për ditëshmërinë e kanë pasur shumë të vështirë. Dashi për akrepët është jeta e përditshme dhe puna. Shumë planet, 6 planet në dash për akrepin ka qenë një mbytje, një sforcim, një hecje si maraton, po për të mos arritur në asë një vënd konkret dhe shumë e vështirë. Sidomos për ata të lindur në 10 ditën e parë, do shta dhe psikologjikisht, po edhe fizikisht, po edhe lodhje pune dhe stres dhe debate nga njerë dhe blokime të çuditshme. Ka një 2 orë që janë çliruar dhe besoj ata që janë çliruar tashmë të marrin seriozisht një punë, ta organizojnë mirë, ose nëse u vjen një punë do t'u vi për shumë vite dhe duhet ta organizojnë mirë dhe tjerë të përgjegjshëm aty. Ka një çlirim akrepët e lindur në 10 ditën e tretë, sa po të kaloj urani nga Demi, se është përballë shenjës tyre, këtu ndodh një ndryshim i madh në jetën e tyre. Duhet ta themi, ata që kanë lindur në fundin e ditëve të akrepit, data 19, 20, 21 nëntor, këta do kenë një ndryshim shumë të madh në jetën e tyre, ta shikojnë me kujdes. Dhe shkojmë tek shigjetarët. Shigjetarët thuhet që po lozin me zjarin, ose kanë shumë gjëra në dorë dhe jeta e përditshme dhe dashuria do jetë ajo që jep edhe forcë, edhe mundim, edhe zvoglim, edhe trishtim, por në vijat përgjithshme ata do lozin me këtë gjë dhe do jenë ata në qendër të vëmendjes, pra erotikët. Do jenë erotikët pavarësisht të kaluan një fundjavë shumë të vështirë me përgjegjësia ose me detyrime ose i tha dikush që nuk do bësh këtë, nuk do bësh, i vuri në rregulla, aq sa ti mund t'i vësh në rregulla shigjetarët, por janë çliruar dhe mund të marrin një lajm të mirë pune ose një takim shumë të bukur, duket sikur nuk është romantik, po do kthehet në romantik dhe do bëhet shumë i mirë në datën 24 dhe aty mund të investojnë diçka më shumë. Por mos harroni datën 25 të gjithë. Dielli që është futur në Dem, në 4 këndsh me Plutonin në Ujor, sjell për Demët, Akrepët, Luanët dhe Ujorët e lindur në 10 ditën e parë një vendim shumë të rëndësishëm jetësor, por dhe një humbje shumë të madhe për ata që kanë pushtet të madh, i cili mund të rrëzohet. Për këto 4 shenja. Kalojmë tek shenja e radhës, që është Briciapi. Edhe Briciapi dhe Peshorja janë në një fat, këta e kanë shumë planet në nadir të hartës të tyre astrologjike, pra në uljen më të madhe të tyre, të gjitha në çështjet familjare, familja aty kthehet në një preokupim, njerëzit e afërm kthehen ata që i dënojnë më shumë ose i kritikojnë më shumë ose këta duhet merren më shumë me ata, pra nuk merren dot as me karrierë, as me punë, as me anë ekonomike, sesa merren me detyrime shumë të rëndësishme familjare ose probleme që kanë në
shtetin e tyre, me ligjet e tyre ose me pronat e tyre. Kështu që ka pasur një blokim deri dje shumë të madh, do vazhdoj blokimi, por kemi një çlirim këtë periudhë dhe kemi një lajm të mirë erotik më në fund dhe ligjor ose nga një njeri që vjen nga jashtë ose nga larg për ta, po një si një ndim në datën 24 Afrodita me Oranin takohen bashkë dhe sjell një surprizë, Surpriza do jetë e bukur. Po. Okej. Kalojmë shenja tjetër. E ujorët. Shfaqet janë ujorët. Bravo, urime ujorëve. Pse pesye, sepse urani nga demi që i ka lodhur dhe ujorët, pavarësisht ata se kanë djerë shumë si shenja ajrit që duket sikur se kanë dhënë veten, nga demi që i kapi në disa çështje familjare dhe i shtrëngoi sa kanë ndryshuar shtëpia, shtete, puna, sa të duash, tashmë futet në shenjën më të bukur për ta, në shenjën e gëzimit, të argëtimit, të dashurisë, dhe u hapen do me thënë të gjitha portat e lumturisë për ujorët. Por duhet presin datën 26 që ta shikojnë, mbas datës 27 Urani i çliron edhe ujorët më të bllokuar që të fillojnë të dalin në dritare të reja në jetën e tyre. Dhe një lajm i mirë familjar dhe ekonomik, familjar kryesisht në datën 24 Dhe peshqit që janë shenja e fundit me 3 yje për këtë javë. Do merren shumë me ekonominë. Ulu ngri çdo ditë, çdo mendim, çdo sugjerim, çdo premtim, çdo urim për ta është ekonomia, sepse shumë planet në dash ja u kanë mbledhur, si të themi, ose ja u kanë fokusuar gjithë energjinë aty. Kanë pasur shumë bllokime, të shohim tashmë me që kemi këto 2-3 orë që është çliruar, të shohim peshqit që dëshirojnë. Por ata të lindur në 10 ditën e parë, akoma e kanë Saturnin aty, që duhet kenë kujdes çfarë shpenzojnë të organizojnë çështjet e tyre ekonomike me kujdes. Pasero pak edhe një herë këtë se përmendë shumë shpesh këto 2-3 orë, ka ndodhur ndryshimi, çka ka ndodhur 2-3 orë, si ka ndodhur? Merkuri ishte afër Saturnit dhe nuk e lejonte mendimin dhe 2-3 orë se ka kaluar Saturni, ka lëvizur se lëviza e. Po ishte kështu i vajti përballë. Hajde Merkuri i vogël, sado që është lajmëtar, po sado që është lajmëtar, që është ai që sjell lajmet, informacionet, e gjitha përballë me Saturnin, po Saturni s'ta jep as lajmin, as konfirmimin, as një gjë. Dhe psikologjikisht të bllokon, sepse Merkuri ka të bëjë dhe me mënyrën se si mendojmë. E kaloi duke ecur e kaloi Saturnin. Po e ka kaluar, po para 2-3 orësh ishte ngjitur. Edhe Marsi ishte ngjitur, po Marsi me Saturnin si është shkëndija të vështira, ja, luftra vazhdon, thotë ai vazhdoi luftën ose ishte Marsi me Saturnin, keq. Tash i ka kaluar dhe Marsi, planeti i luftës. Do marrim një hartë të na i tregosh se po patjetër. Po ne mund ta nxjerrim hartën e javës ose hartën e ditës dhe mund ta t'ja u shpjegojmë. Ata që e kuptojnë, e kuptojnë. Po, ata që kuptojnë patjetër, po është më interesante edhe kur e shef hartën ishte të pozicionuar në planetet. Edhe kuptojmë më mirë. Edhe mësojmë më mirë, ë? Gjitha këtë shmirë në jetë të javë. Bëjmë dhe shkollë, patjetër. Po, tani të javë, diçka të mësojmë patjetër. Meri, unë të rëj një javë të shkëlqyer ty personalisht, edhe gjithë teleshikuesve që na ndoqën, patjetër, Merin e gjeni në Facebook me Meri Sheu ose në Instagram me Meri Sheu Pikas, nëse doni një parashikim të personalizuar prej saj duke dhënë më shumë detaje për ju në mënyrë që ta keni edhe më të saktë në detaje gjithçka që Meri parashikon për shenjat. Kështu që Merin e keni aty, ne ndërkohë do ta kemi sërish të hënën e ardhshme këtu në studio. Faleminderit që na ndoqët të gjithëve, do të jemi sërish nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.